Pse lëviz në rër? Kam qenë në 2018. Zhytëm në ujë se duhet, sforcohem. Por nuk kam ekuilibrin e shëndetshëm. Kam ethet më dha. Kam ethet agunojave. Që lëviz prapanicën andej këndej në rër të nxehtë. A karet në rër të nxehtë? Kur lëviz kam më të nxehtë, sa e ku jam. Prandaj dur mjaft pe, vetëm skicës shohin gjithë ditën tjetrin. Unë argëtohem, por më vjen për të vjedh, nuk argëtohem. Mjaft më pe dur që lëviza në rër. Mbasi më ke djegur, mbasi më ke shqyer gjinjt, mbasi më ke shqyer kofshat, mbasi më ke shqyer prapanicën, mbasi më ke shqyer, më ke goditur, rrahur barkun, që janë bebat. Mbrëm, pikërisht mbrëm ke rrahur barkun, me shtrigat e tua. Më ke lyer me xhel përsëri syt për më qorruar, xhelin e pleqve. Mbasi më bën gjithë ato veprime që s'ka asnjë të drejtë në trupin tim, më merr natën dhe më shqyen. Dhe vaj etilik përsëri, që s'ka as pak të drejtë që një njerëzore ta fusësh në vaj zier etilik, është jashtë logjike. Ti kapesh urgjentisht mordial, por problemi është që ke shkuar te shtresa e lartë, do t'i kthesh skicofren. Por jo, i thëmbush mendjes se do japësh parët e alketës. Asnjë si merr parët e alketës, mjaft i tallë njerëzit e shtresës së lartë. Janë dokumentat. Ti nuk e jep alketës që ka pronë vetën, jo të japësh tjetrit. E kuptoj tjetër që ti nuk jep as hajduti që i merr alketës dhe si jep tjetrit, hajduti vetëm vjedh. Kur ta kuptojnë këtë nuk do të dorëtokasin në shqyrje. Asnjë shtet.